Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Ja se çfarë ndodh stomakut, diabetit dhe zemrës kur konsumoni hurma ose kaki çdo ditë. Hurma kaki është plot me vitamina dhe minerale, por mund të kujdeseni për dy gjëra kur e hani. Njerëzit në Azi e kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite dhe duket si një domate. Hurma kaki është e pasur me vitaminën A dhe C dhe gjithashtu përmban minerale si hekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim i mirë i fibrave dhe antioksidantëve dhe mund të ndihmojë në forcimin e imunitetit. Por afërsisht 100 gram e këtij fruti përmban vetëm 70 kalori. Mund të hani të freskët, të thatë ose të gatuar. Nëse e konsumoni të gjithë frutin, do të ishte e këshillueshme të qironi lëkurën përpara se ta hani, sepse përmban një sasi më të madhe të tanines. Ky përbërës mund të ngadalësojë përthithjen e elementeve të tjerë të dobishëm. Mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të rrisë rrezikun e diares. Do të ishte më mirë t'i hani ato pas një vakti. Një ide e mirë është që t'i hiqni lëkurën e frutit, të coptëzoni dhe ta vendosni në kos. Ndërkaq, nëse nuk e dini, bërthamet e hurmave të Arabisë ndihmojnë edhe në problematika të ndryshme. Gjithashtu, hurmat janë një nga produktet më të mira ushqyese për të ushtuar në dietën tuaj. Duke ditur edhe përfitimet të mëdha ushqyese, ato do të luajë një rol pozitiv edhe në mbrojtjen e organizmit. Hurmat janë dietike, kanë një veprim antiinflamator dhe përfitime në përmbajtjen e yndyrnave dhe ujit. A i keni shijuar ndonjëherë ato? A i dini se ato janë miqtë më të mirë të dietës suaj? Ato janë pak të mëdha dhe kanë një ngjyrë që shkon nga e arta në portokalli. Ajo që i karakterizon ato është se piqen shumë ngadalë dhe procesi plot është arritur kur tuljet të jetë i butë dhe gjelatinoz. Krahasuar me ato klasike, hurmat me fara janë edhe më të ngrënshme në kohën e vjeljes dhe mund të shijojnë më shumë. Fruti është i ngjashëm me mollën në formë dhe në konsistencë. Është i fortë dhe pothuajse i pjekur, por shija është tipike dhe e shijshme e hurmës. Ja përse ky frut është një frut dietik dhe mund të konsumohet nga të gjithë. Hurmat përbëhen kryesisht nga uji dhe 16% sheqer i balancuar nga prania e fibrave, 2,5 gram për kilogram. Kaloritë janë 65 deri në 75 për 100 gram dhe janë të pasura me minerale dhe vitamina. Këto fruta janë të shkëlqyera për djegjen e yndyrnave dhe sigurojnë trupit vitaminën C. Kanë një veprim antiinflamator me përfitime në mbajtjen e yndyrnave dhe ujit. Midis vlerave ushqyese, ajo që e bën përsosur është prania e kaliumit 170 mg për 100 gram. Një substancë që jep hurmave vlerën e shkëlqyer diuretike, veçanërisht nëse konsumohet esëll në mëngjes. Ngjyra e kuqe e ndritshme është për shkak të pranisë së beta-karotenit, që shpesh quhet edhe pasteli i natyrës për nuancat e portokallit që japin produkteve natyrale. Beta-karoteni në trup konvertohet në vitaminën A, një antioksidant i fuqishëm. Është vlerësuar se 100 gram produkt i freskët jep 1,4 mg të ekuivalentit të vitaminës A. Pigmentet e saj veprojnë gjithashtu edhe me beta-karotenin duke rritur veprimin antiplakje dhe duke mbrojtur edhe kundër problemeve kardiovaskulare. Konsumi i rregullt i këtij fruti, që ka kaq shumë fibër, është gjithashtu me përmbajtje të ujit për 66% dhe ndihmon në rutinën më të mirë të zorëve me efekte detoksifikuese të dobishme në rastin e kapsllëkut dhe të kolitit. Prania e ulët e kalorive, pavarësisht numrit të lartë të ushqyesve të tjerë të dobishëm për shëndetin, e bëjnë hurmën një frut ideal për të shijuar gjatë dietës së humbjes së peshës. Hurma rekomandohet edhe për të larguar lëngjet dhe toksinat, stimulon butësisht aktivitetin e zorëve dhe eliminimin e mbeturinave fal veprimeve dhe fibrave të saj. Shija e ëmbël pastaj zvogëlon dëshirën për ushqime të tjera me sheqer dhe yndyrna dhe prandaj mund të përdoret për të vendosur ëmbëlsirat dhe kaloritë të larta. Përveç kësaj mund të konsiderohet një shtojcë natyrore që mbush çdo mangësi të vitaminave, mineraleve dhe veçanërisht karotenoideve që janë të mira për zemrën dhe për lëkurën. Hurmat mund të përdoren edhe në sallata të ndryshme duke u shijuar si meze dhe gjithashtu ato mund të ndihmojnë edhe në detoksin më të mirë të trupit. Për të ndihmuar molçin, përgatisni këtë lëng. Centrifugoni gjysmë hurme me një copë xhenxhefili dhe 2 lugë me lëng limoni të freskët.
ju do të keni një pije të shkëlqyer detoksifikuese të mëlçisë, e cila duhet të konsumohet estëll dhe rezultatet që do të ofrojë janë vërtet të larta në detoksin e saj. Ato janë konsideruar si një frut i mirë i kësaj stine, por është mirë që të dini disa prej vlerave ushqyese të hurmave kaki në shëndetin tuaj. Ato rriten në pemën e quajtur kaki dhe kanë origjinën nga kontinenti aziatik. Shpesh janë quajtur edhe pema e paqes. Në këtë video, sipas Webmed, do të mësoni disa nga vetitë pozitive që do të merrni nga konsumi i këtij fruti. Ndihmon me tretjen edhe në lehtësimin e problemeve të jashtëqitjes. Në fakt, hurmat kanë aftësinë shumë të mira relaksative dhe ndihmojnë në jashtëqitje për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, por nëse ato konsumohen të papjekura mirë, pra të pasura me tanine, ato janë të dëmshme dhe dëmtojnë në këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë në një recetë mjaft efektive në lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për të gjithë organizmi. Hurmat janë të pasur me vitaminën C, e cila njihet për vetitë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqerit, vitaminave dhe mineraleve. Sasia e lartë e karbohidrateve të hurmat i bën të dobishme në përfitimet e energjive të nevojshme për organizmin. Hurmat janë në një zgjidhje shumë e mirë ushqyese edhe për personat të cilët vuajnë nga anemia. Në fakt, studimet tregojnë se hurmat mund të stimulojnë gjithashtu edhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut si një ndihmë shtesë për shëndetin tuaj. Ato ndihmojnë në përthithjen më të mirë të ekurt në zor përmes ushqimit, duke çuar kështu në përmirësimin e shkallës së anemisë. Luftojnë lodhjen, stresin dhe problemet kardiovaskulare. Është e pasur me efekte pozitive në promovimin e përmirësimit kundër lodhjes dhe stresit psikologjik. Rrjedhimisht si pasojë e efekteve të tilla pozitive mendohet se ndihmojnë edhe në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat njihen si një nga faktorët kryesor të shkaktimit të stresit dhe problemeve të shëndetit tuaj. Reduktimi i këtij ka çuar në reduktimin e sëmundjeve kardiovaskulare, citon Webmed. Hurmat janë fruta me vlera të larta ushqyese, çka do të sjellin edhe rezultate të mira në mbrojtjen e organizmit. Frutat janë të pasura me 20% sheqer, me tanine dhe ka mjaft vitaminë C, 10 mg dhe karotin 1.6 mg për 100 gram. Këshillohet si profilaktik në çrregullimin e venave dhe është shumë i dobishëm edhe për të vegjëlit. Pasuria me tanine, sidomos kur nuk është pjekur plotësisht, e bën të përshtatshme kundër diarres. Tuli i hurmës përdoret edhe për të parandaluar rrullat në fytyrë, gjithashtu edhe ato të trupit. Hurmat kanë gjetur përdorime të mira në luftimin e sëmundjeve të anemisë, të besimit të përgjithshëm të organizmit pas kalimit të ndonjë problematike. Në këto raste, përdorimi i hurmave duhet të jetë në sasitë e tyre të plota. 1 deri në 4 fruta të tillë çdo ditë do të japë rezultate mjaft të mira. Hurmat kanë dhënë rezultate të mira në luftimin e problemeve të aparatit tretës kundër diarres. Mjekimet me hurma rekomandohen edhe për personat që vuajnë nga diarreja kronike. Gjithashtu, shumë problematika nga gjëndra tiroide kanë pasur përmirësim të dukshëm pas përdorimit me bollëk të këtij fruti. Hurmat janë dietike dhe kanë veprime të mira antiinflamatore. Ndaj, edhe do të japin rezultate të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit. Ekspertët i cilësojnë ato si një nga frutat më të mira për të shtuar në dietën tuaj. Mund të hahen të freskëta, të thata ose të gatuara. Nëse e konsumoni të gjithë frutin, do të ishte e këshillueshme të largoni lëkurën kur e konsumoni, sepse ajo mund të përmbajë sasinë më të madhe të taninave. Ky përbërës mund të ngadalësojë përthithjen e elementeve të dobishëm ushqyes dhe gjithashtu të shkaktojë edhe probleme të ndryshme. Gjithashtu, hurmat janë të pasura edhe me larminë e gjerë të elementeve ushqyes. Gjithashtu, ato mund të cilësohen si një nga frutat më të mirë të stinës dhe konsumi i tyre me kujdes, sigurisht që do të japë shumë përfitime për mbrojtjen e shëndetit. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.